Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat I cili duhet ta zëvendësojë balancuesin ende nuk është dorëzuar në kuvent, ndonse është miratuar në seancë qeveritare. Ish antari I grupit të punës për këtë ligj, Mersim Maksuti, në emisionin Klik Plus tha se ligji ka fuqi më të madhe juridike dhe vendos detyryme më të forta ndaj shtetit, por sipas tij, në përmbajtje nuk e rregullon përfaqësimin etnik në të njëjtën mënyrë si mekanizmi I mëparshëm. Ky ligj është më I mirë se sa balancuesi? Në asnjë kuptim. Po, si akt juridik, po ka fuqi juridike më të lartë, është detyrim para shtetit më shumë, fuqi ka më të, po në aspektin e përmbajtjes vërtet sa e rregullon zgjedh është larg balancuesit. E do të jemi të vetëdijshëm për këtë, do të jemi të sinqert, ta themi para opinionit. Ai pse ishte balancuesi, ashtu ai rregullante mund të themi lirisht në të drejtë komplet çështjen e përfaqësimit. Po që se zbatoheshte pa keqpërdorime siç ka pas edhe mjaft keqpërdorime në balancuesin. Po që se të njëjtat përmbajtje balans, të njëjtën rregullim, siç e bën të balancuesi, të ishte sot e inkorporuar në ligjin, që është tashmë në procedurë, atëherë do ishte zgjidhja ideale e këtij rasti. Por zëvendës kryeministri I parë Bekim Sali thotë se përfaqësimi I drejtë dhe adekuat do të respektohet, pasi siç thoi qeveria është garantuese e zbatimit të ligjit. Garantues për këtë jemi ne, domethënë se ligji do të respektohet dhe përfaqësimi I drejtë dhe adekuat do të implementohet në sistemin administrativ të këtij shteti. Natyrisht ligji parashef formimin ose krijimin e akteve nënligjore me të cilat nëse në raste të nevojës do të mund të miratohen dhe mbas asaj të veprohet në të ardhmen. E dini se në ligj është para pa formimi një trupi koordinativ të cilin do ta udhëheq zëvendës kryeministri I parë I qeverisë dhe aty do të jenë të kyçur edhe më tepër ministra. Me ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat pritet të rregullohet përfaqësimi I bashkësive etnike në administrat. Ligji parashet trup koordinues në kuadër të qeverisë, I cili do të kontrollojë nëse respektohet përfaqësimi në institucione.